Atletët shkodrane e kanë pas prind. Ai mos i maron të stërvitja, shkote herë mas here në familjet e atletëve të tij dhe u mundonte që të bënte çishte mujtun për tanë familjarët e tyre, në mënyrë që atletja të njej sa më komod në shtëpinë e vet. Të dalësh kampion në atletik, atëherë kur në Shkodër mi zëtënonte fanatizmi, kur vajzat dhe gratë shkodrane ishin edhe të mulume, ai në bashkëpunim me prindët e tyre arriti t'i nxjerrë në atletik. Shpesh ju bëj pyetje disa njerëzve që merren me probleme statistikash. A më gjeni një trajner atletiket për femnat në rang jo vetëm kombëtar, që ka arrit të nxjerrë nga viti 59 deri në vitin 73 kampion në Republikën e Shqipërisë. Dhe mas 1 ose 2 viteve edhe 2 herë kampion. Mendoj se është rast unik që edhe kjo duhet vlerësu dhe duhet të vlerësojnë atletika shkodrane dhe kryesisht atletika shqiptare.